Mos e hani kur këtë lloj mishi, mund t'ju shkurtoj jetën. Në çdo tryezë shqiptare, mishi ka qenë gjithmonë pjesë kryesore e ushqimit. Nga tavolina familjare së dielës te festa dhe dasmat, mishi konsiderohet simbol force, bollëku dhe tradite. Por ajo që shumë pak njerëz dinë është se një lloj caktuar mishi, i konsumuar rregullisht, mund të rrisë rrezikun për sëmundje të rënda dhe të ndikojë në jetëgjatësinë tuaj. Sot do të flasim për një nga ushqimet më të dashura, por edhe më të rrezikshme kur konsumohet shpesh. Mishi i përpunuar. Çfarë është mishi i përpunuar? Mishi i përpunuar është çdo mish që është kripur, tymosur, tharë ose trajtuar me konservues kimik për të zgjatur afatin e ruajtjes ose për t'i përmirësuar shijen. Shembuj të zakonshëm përfshin: sallamrat industrial, prosciuta e tymosur, hot dog, mishrat e konservuar. Shumë prej nesh i konsumojnë këto produkte pothuajse çdo ditë në sanduiqe, në mëngjes apo si ushqim të shpejtë. Por problemi qëndron tek përbërja e tyre kimike. Pse konsiderohet i rrezikshëm? Sipas World Health Organization, mishi i përpunuar është klasifikuar si kancerogjen për njerëzit grupi 1. Kjo do të thotë se ka prova të forta shkencore që lidhin konsumimin e tij me rritjen e rrezikut për kancer, veçanërisht kancer të zorrës së trash, kancer të stomakut, probleme serioze kardiovaskulare. Studimet të publikuara nga International Agency for Research on Cancer kanë treguar se konsumimi vetëm 50 gramëve mish të përpunuar në ditë, rreth 2 feta sallam, mund të rrisë rrezikun e kancerit të zorrës së trash me rreth 18%. Çfarë ndodh në trup kur e konsumoni shpesh? Kur hani mish të përpunuar, nitratet dhe nitritet konservues mund të shndërrohen në përbërje kancerogjene brenda trupit. Përmbajtja e lartë e kripës rrit presionin e gjakut. Yndyrnat e ngopura dëmtojnë enët e gjakut. Procesi i tymosjes krijon substanca potencialisht toksike. Me kalimin e viteve, ky konsum i përditshëm mund të çojë në inflamacion, bllokim të arterieve, rritje të kolesterolit, rrezik më të lartë për infarkt dhe goditje në tru. Rreziku që shumë e injorojnë. Problemi më i madh nuk është konsumimi i rrallë. Problemi është zakoni i përditshëm. Nëse çdo mëngjes filloni ditën me sanduiç me sallam, vezë me prosciutto, suxhuk të skuqur, trupi juaj po ekspozohet vazhdimisht ndaj përbërjeve që mund të dëmtojnë ADN e qelizave. A është çdo mish i dëmshëm? Jo, ka një dallim të madh midis mishit të freskët PSH, pul, viçi, qengji i freskët, mishit të përpunuar industrialisht. Mishi i freskët i gatuar në mënyrë të shëndetshme dhe i konsumuar me mas, nuk paraqet të njëjtin nivel rreziku si produktet e përpunuara. Kush rrezikohet më shumë? Personat mbi 50 vjeç, ata me histori familjare të kancerit, personat me presion të lartë gjaku, individët që konsumojnë pak fibra, pak perime, fruta. Dieta e varfër në fibra e përkeqëson efektin e mishit të përpunuar, sepse fibra ndihmon në eliminimin e substancave të dëmshme nga zorra. Çfarë rekomandojnë ekspertët? Shumë organizata shëndetësore rekomandojnë të kufizoni sa më shumë mishin e përpunuar, të mos e konsumoni çdo ditë, të zgjidhni alternativa më të shëndetshme, alternativa më të mira për mëngjes, vezë të ziera me perime, djath i freskët, avokado, peshk si sardele ose ton natyral. Mesazhi kryesor: nuk bëhet fjalë për panik, por për vetëdije. Një sanduiç me sallam sot nuk do t'ju dëmtojë menjëherë, por zakoni i përditshëm për vite me radhë mund të ketë pasoja serioze. Trupi juaj është i vetmi që keni. Çdo zgjedhje ushqimore është një investim ose një rrezik për të ardhmen tuaj. Çfarë ndodh konkretisht me zemrën dhe trurin? Si ndikon tek diabeti? Sa shpesh është e sigurt ta konsumoni? Shenja që trupi juaj po jep paralajmërim. Çfarë i bën zemrës, trurit dhe sheqerit në gjak? Në pjesën një folëm për mishin e përpunuar dhe lidhjen e tij me kancerin, por rreziku nuk ndalet aty. Shumë studime tregojnë se konsumimi i rregullt i këtij lloji mishi ndikon drejt për drejt në zemër, tru dhe metabolizëm. Sot do të zbulojmë çfarë ndodh brenda trupit tuaj kur ky ushqim bëhet pjesë e përditshme e dietës. 1. Si ndikon tek zemra? Mishi i përpunuar përmban sasi të larta kripe, yndyrna të ngopura, konservues kimik. Çfarë ndodh? Kripa rrit presionin e gjakut. Presioni i lartë dëmton enët e gjakut me kalimin e viteve.
Yndyrnat e ngopura rrisin kolesterolin LDL, kolesteroli i keq. Arteriet fillojnë të bllokohen, ateroskleroza. Sipas studimeve të publikuara nga American Heart Association, konsumimi i rregullt i mishit të përpunuar lidhet me rritjet e rrezikut për infarkt në zemër, insuficiencë kardiake, goditje në tru. Vetëm 1-2 porcione në ditë për vite me radhë mund të rrisin ndjeshëm rrezikun kardiovaskular. 2. Ndikimi në TR dhe goditjen në tru. Shumë njerëz mendojnë se ushqimi prek vetëm stomakun dhe peshën trupore, por realiteti është se çdo gjë që hani ndikon edhe në trurin tuaj. Si ndikon mishi i përpunuar? Rrit inflamacionin sistemik, dëmton qarkullimin e gjakut në tru, rrit rrezikun e mpiksjeve. Goditja në tru ndodh kur furnizimi me gjak në tru ndërpritet. Kur arteriet janë të ngushtuara nga depozitat e yndyrës, rreziku shumëfishohet. Studimet të cituara nga World Health Organization tregojnë se dieta e pasur me mish të përpunuar është një faktor i rëndësishëm rreziku për sëmundjet cerebrovaskulare. 3. Lidhja me diabetin tip 2. Një tjetër rrezik i heshtur është diabeti tip 2. Si ndodh kjo? Nitratet dhe konservuesit mund të ndikojnë në rezistencën ndaj insulinës. Yndyrnat e tepërta ndikojnë në shtimin e peshës. Inflamacioni kronik prish balancën hormonale. Studimet të publikuara nga Harvard të Hurchans School of Public Health kanë gjetur lidhje të fortë midis konsumimit të mishit të përpunuar dhe rritjes së rrezikut për diabet tip 2. Sa shpesh është e sigurt? Ekspertët rekomandojnë sa më pak, aq më mirë. Jo konsum ditor. Nëse konsumohet të jetë shumë rrallë PSH. Një herë në javë ose më pak. Disa udhëzime dietike sugjerojnë të mos kaloni 50 gram në ditë, por idealisht ta shmangni si zakon të përditshëm. Shenja që trupi juaj po jep paralajmërim. Nëse konsumoni shpesh mish të përpunuar, mund të vini re, fryrje dhe probleme me tretjen. Lodhje të vazhdueshme, rritje të tensionit, kolesterol të lartë në analizat e gjakut, shtim në peshë rreth barkut. Këto janë sinjale që organizmi po përballet me stres metabolik. Çfarë të bëni në vend të kësaj? Zëvendësime më të shëndetshme. Pule freskët e pjekur, peshk i freskët, bishtajore, fasule, thjerza, vezë të ziera, arra dhe fara. Një dietë e pasur me perime dhe fibra ndihmon në uljen e inflamacionit dhe mbrojtjen e zemrës. Mesazhi i pjesës 2. Mishi i përpunuar nuk dëmton vetëm një organ, ai prek zemrën, trurin, metabolizëm, sistemin hormonal. Dhe efekti është gradual, i heshtur, por i vazhdueshëm. A ka dallim mes produkteve bio dhe industriale? A është mishi i tymosur tradicional po aq i rrezikshëm? Si ta pastroni trupin pas viteve konsumimi? Plani 7 ditor për ta ulur rrezikun. A ka zgjidhje? Si ta ulni rrezikun dhe çfarë duhet të dini? Në 2 pjesët e para folëm për rrezikun e mishit të përpunuar dhe ndikimin e tij në kancer, zemër, tru dhe diabet. Tani vjen pyetja më e rëndësishme. A është çdo produkt i njëjtë? Dhe a mund të rregullohet dëmi? Le ta shohim hap pas hapi. 1. A është mishi bio apo tradicional më i sigurt? Shumë njerëz mendojnë se nëse është bio, nuk bën dëm. Nëse është i bërë në shtëpi, është i sigurt. Nëse është tradicional, nuk ka rrezik. Por problemi kryesor nuk është vetëm cilësia e mishit, është procesi i përpunimit. Edhe nëse përdoret mish cilësor, nuk ka shumë aditiv artificial, është prodhim artizanal. Nëse është i tymosur, i kripur rënd, i tharë me konservues, ai përsëri klasifikohet si mish i përpunuar. Sipas International Agency for Research on Cancer, rreziku lidhet me vetë procesin e përpunimit, jo vetëm me cilësinë e mishit. 2. A është mishi i pjekur në skar po aq i rrezikshëm? Kur mishi piqet në temperatura shumë të larta, sidomos mbi zjarr të hapur, krijohen substanca si Hs, amina heterociklike, PH, hidrokarbure aromatike policiklike. Këto substanca lidhen me rrezik të rritur për kancer. Kjo do të thotë sugjuku i skuqur derisa digjet, prosciuta e djegur, mishi i nxirr në skar. Rrisim më shumë rrezikun. Nuk është e nevojshme të hiqni dorë nga skara, por shmangni djegjen dhe karbonizimin e mishit. 3. A mund ta pastrojmë trupin pas viteve konsumimi? Lajmi i mirë, trupi ka aftësi rigjeneruese.
nëse ndaloni ose reduktoni ndjeshëm mishin e përpunuar. Inflamacioni bie gradualisht. Presioni i gjakut mund të stabilizohet. Kolesteroli mund të ulet. Rreziku afatgjat fillon të zvogëlohet. Nuk ekziston një detoks magjik, por ekziston një plan i zgjuar ushqimor. 4. Plani 7 ditor për të ulur rrezikun dita 1-2. Hiqni sallamin dhe proshutën nga mëngjesi. Shtoni perime dhe fruta të freskëta. Dita 3-4. Zëvendësoni mishin e përpunuar me peshk ose pulë të freskët. Shtoni më shumë ujë. Dita 5-6. Konsumoni bishtajore, fasule, qiqra, thjerza. Ulni kripën. Dita 7. Bëni analizë të zakonit tuaj ushqimor. Planifikoni javën pa produkte të përpunuara. Studimet të cituara nga American Heart Association tregojnë se përmirësimet në dietë mund të japin rezultate të dukshme brenda javëve. 5. A duhet të hiqni dorë plotësisht? Nuk është çështje frike, është çështje balance. Konsumi rrallë, rrezik më i ulët. Konsumi përditshëm, rrezik i shtuar. Nëse e konsumoni 1-2 herë në muaj, rreziku është shumë më i ulët se sa konsumimi ditor. Mesazhi final. Mishi i përpunuar nuk vret menjëherë. Nuk jep simptoma të menjëhershme, por vepron ngadalë, në heshtje. Vendimet e vogla të përditshme janë ato që ndërtojnë shëndetin ose dëmtojnë atë. Ju nuk duhet të jetoni me frikë, por duhet të jetoni me vetëdije. Në fund të fundit, pyetja nuk është, a është i shijshëm? Pyetja është, a ja vlen rreziku për vitet e jetës sime? Nëse dëshironi, mund t'ju përgatis edhe 10 ushqimet më të mira për pastrimin e arterieve. Një plan mujor ushqimor për zemrën. Lista e analizave që duhet të bëni pas moshës 40 vjeç. Më shkruani çfarë ju intereson më shumë.